Vetëm një dritare të shpejt për mendimin e Nesti Zefit, që në lidhje me 7501 dhe ato që kanë qenë defektet historike të zgjathës, që si shtot me shumë kalorësi. Me do në dushë shumë emisione nëse do fliqim për defektet pasaj të majtës. Po, e majta ka patur një hapësirë goxha dedikuar, ma ti ka patur edhe profesor nga Universitetet Perëndimore, si Elidor Mhilli. Pra po merrem me djatën, nuk është ndarje metafizike, por është, vjen mbas asaj që emisioni që dedikohen të majtës, dhe nxitja është pikërisht nga këto pikat e takimit të Trumpit, pra djathës trumpiste, djathës perëndimore me të djathën e Berishës. Nesti, mirëmbrëma? Mirëmbrëma mentor, mirëmbrëma lehtësuesve. Nuk e di nëse patë rastin që ta ndiqje bisedën deri këtu. Kam pjesën e fundit. Dua një konsiderat të parë të ndën, se pastaj dua që të ndërlidhemi pak me Amerikën. Me thënë drejtën, jam totalisht, nuk e bashkëndaj atë pjesën që mëjna unë të emisionit të dy zotënjime aty në studio. Masi problemi i djathës në Shqipëri, nëse ekziston një djathë, është konceptual. Ne po nuk bam një bonifikim kulturor të kontekstit tonë shqiptar, që ose na nuk kena një farë sensit të historisë, na nuk mund të diskutojmë të tema. Diskutojmë tema djathët majtë si sinjale rrugore. Djathëta e majta, qysh në gjenezën e tyne historike, janë frut i revolucionit francez, pra kanë një dimension revolucionar, qysh në gjenezë. Atëherë të kthena në realitetin shqiptar, Partia Punës Shqipnis, kur po implodonte, me një vendim të plenumit saj, Komitetit Qendror, dha lent për krijimin një partie të re politike, që do të thotë i parapriu zgjidhjes negociale të transformimit të vetë partisë, transformimi i cili u kompletu në 12 qershor të vitit 91. Në këtë kontekst, të pas parasysh këtë fakt, në mund të thona që asken totalisht e pamundën që në atë humus kulturor të flitet për të djathtë dhe të majtë. Edhe sot, diskutimi pak në modë, mi konservatorizmi, thjesht një teknik e administrimit të kontingentes që e indukton kreu aktual i PD-s dhe ajo që ka me e PD-s, për me hutu zgjelësit dhe për me u dhanë një mundësi iluzore, disa nuk thamë pionierëve të Enverit, por një pionierë të Enverit tanës tjetër, dhe më thëtë rrugore, për me vazhdu logiken e për përjetimit të të njëjtës status quo. Tu duhet një revolucion, si kur e ka të majta e përfaqësuar nga dy parti nga spektri shqiptar, po duhet një kundër revolucion kulturor, sepse nuk mund të flitet për djathtë dhe të majtë me paradigmen e transgenderizmit. Dhe më thënë, ti vetë përcaktohesh tu injuru natyrën e hallateve. Po thëmë, po skadojnë në biologji. Nuk mund. Ma me tu kësë të ligji tokës. Ashken ma e djathtë Ramizalia që thote me elan jon pronësi, po me elan në përdorim token, se Sali Berisha që thote me elan në pronësi token e dikujt tjetër. Nëse Partia Punës ka bën një konfiskim dhe ja ka dhënë shtetit, Partia Demokratike ja ka marrë pronarit ligjshëm, ja ka dhënë një tjetrit proletar. Pra ka bën një operacion shpronësimit proletar. Edhe në këtë gjenezë, tu është kriza Partisë Demokratike. Edhe gjithë personeli që Partia Demokratike në to vite ka inkuraju, ka mbledh mrena vetës përveç dy persona, i njemi Pjetar Arnori dhe zonja Josefina Topalli, që i kanë dhënë një karakter, domethënë djallë dhe parimor, pjesa tjetër janë pjesë e Partisë së Punës së Shqipërisë, ndoshta pjesa më e keqe dhe 19 asaj partie.